Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka siguruar deri më tani 51 vota për miratimin e qeverisë së re në seancën e parë të parlamentit në 15 prill. Kreu i lëvizjes së vendosje ka zhvilluar takime me partitë e vogla të pakicave jo serbe për të kërkuar mbështetjen për krijimin e qeverisë, ndërsa do ketë takime edhe me partitë opozitare. Por Arton Demhasaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, në një prononcim për ekonomia online, ka thënë se partitë opozitare PDK, LDK dhe AAK ka më shumë gjasa për të formuar qeveri sesa lëvizja vendosje, e cila sipas tij nuk ka shumicën parlamentare për të qeverisur. Partia e parë në pushtet si duket nuk e ka shumicën momentalisht, nuk e ka shumicën parlamentare, dhe në rastin dështon partia e parë, atëherë automatikisht mandati ka lënë partisë së dytë, për presidenti duhet t'ia jap mandatin partisë së dytë, edhe partia e dytë që është në këtë rast PDK-ja mundet me kriju një shumicë parlamentare edhe mundet me kriju qeverinë. Në bazë të numrave që janë momentalisht në vend, mendoj që partitë opozitare kanë mundësinë për me kriju një qeveri për shkak se numrat e 3 partive opozitare, PDK, LDK dhe AK, janë më të mëdha se sa vendosja me partnerët e saj që i kanë koalicion. Prandaj mundësia është shumë e madhe tek partitë opozitare në rast se tregojnë vullnet dhe bashkëpunim për me kriju qeverinë, se sa qeveria më kriju nga partia në pushtet që vendosja. Shtoja kësaj edhe arsyet sepse partia në pushtet ka ofendu, ka fyr partitë opozitare vazhdimisht, edhe kjo në një farë mënyrë ka pamundsu që njëra për partive opozitare me shku ka vendosja dhe mja bo numër. Lëvizja vendose fitoi 48 mandate, ndërsa qeveria e re kërkon miratimin në parlament me të paktën 61 vota. Në datën 15 prill do të mbahet seanca e re e parlamentit të ri pas zgjedhjeve të mbajtura në 9 shkurt. Lëvizja vendosje nuk ka ende një propozim apo një emër për kryetarin e ri të Kuvendit të Kosovës. Përflitet se Fatmir Limaj, lideri i nismës social-demokrate, mund të jetë një kandidat ose Glauke Konjufca, kryetari aktual.